Edhe nëse jetojmë në fund të botës, dëshira për fund vit mbetet e njëjtë, me u kthy në shtëpinë ku u rritëm, aty ku dimri ka aromë familje. Edhe pse rruga lodh, kjo dëshirë nuk i ndal mërgjimtarët të udhtojnë mijëra kilometra për të qenë pranë familjes. Por kur vjen koha për të kthyer në shtëpi, në vend lindje, te prindrit dhe njerëzit e zemrës, ajo rrugë nuk ndjehet si lodhje. Edhe nëse udhëtimi është i gjatë, zemra është e lehtë. Por çdo fund vit, pritjet e gjata në kufi për shqiptarët kthehen në pengesë të dëmshme. Kolona, orë të tëra në të ftoftë, lodhje për fëmijët e të moshuarit. Është raportuar deri në 14 orë pritje në kufirin Hungari-Serbi, 8 orë në Kroaci. Edhe këtë vit problemi është i njëjtë, mërgjimtarët po ankohen për punë të ngadalshme, kolona dhe pritje të gjata. Pas bisedës së ministrit të punëve të brendshme të Kosovës dhe Kroacisë, ka rezultuar me hapjen e të gjitha sporteleve në kalimet kufitare kroate, duke kontribuar në lehtësimin e qarkullimit. Po ashtu, kolona të gjata po paraqiten edhe në hyrje të Kosovës nga të gjitha anët, Konçol, Vërdar e Morin. Këto kolona zakonisht bëhen edhe nga taksat kufitare që duhet t'i paguajnë bashkëdhëtarët, për të cilat është kërkuar disa herë që të hiqen. Pavarësisht këtyre sfidave, dëshira për të ribashkuar me familjen mbetet më fort se çdo pengesë. Mërgata është një nga shtyllat kryesore të vendit tonë.